Shtëpia Foshnjë 0 deri në 5 vjeç në Shkodër ofron shërbime të përkujdesjes sociale, ditore dhe rezidenciale për foshnjë të braktisura nga prindërit biologjik ose për foshnjë me kujdes prindëror, por që jetojnë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike. Pranë kësaj shtëpie janë të sistemuar dhe marrin shërbim rezidencial rreth 15 fëmijë, ndërsa në qendrën ditore të këtij institucioni marrin shërbim 6 fëmijë. Shtëpia fëmijë 0-5 vjeç Shkodër funksionon prej vitesh në këtë adresë dhe në këtë kodinë ku jena ne. Është një shërbim rezidencial dhe shërbim ditor në të njëjtën kohë për shtresat vulnerabël për fëmijë jashtë kujdesit prindëror. Është varësi 2 fishe e bashkisë dhe e ministrisë në të njëjtën kohë. Aktualisht kena një numër prej 15 përfituesish në shërbimin rezidencial dhe 6 përfitues në shërbimin ditor. Drejtoresha e këtij institucioni Angela Radovani thekson se interesi i prindërve për të regjistruar fëmijët pranë kësaj qendre është i lartë. Fatkeqësisht ka kërkesa, nga vitin në vit numri i prindërve që kërkojnë vetë sistemimin e përfituesve është ul, ama është rrit numri i rasteve që merren në mbrojtje, sepse edhe në rastet kur prind nuk kanë kapacitetet për të ndërgjegjësuar dhe kuptuar që nuk mund të kujdesen për të fëmiturin, është shteti ai që ndërhyn dhe i merr me mas menjëhershme mbrojtje të fëmijët. Jo gjithë janë nga Shkodra, madje një numër i vogël është fëmijë që vijnë nga familje nga Bashkia Shkodër, pjesa më e madhe janë nga rrethet dhe nga vendet e tjera, duke filluar nga Kuçova, Durrësi, Tirana dhe Veriu, Peshkopia, Dibër, Tropoja, rastet janë nga më të ndryshme. Për të regjistruar në shtëpinë e fëmijës 0 deri në 5 vjeç, duhet të plotësohen edhe disa kritere, shton drejtoresha. Atëherë, ka 2 rrugë. Një është kur fëmia merret në mbrojtje të menjëhershme nga instancat dhe çdo organ i interesuar apo që referon një fëmijë në neglizhencë, në abuzim apo në nevojë për të marrë mbrojtje, dhe kemi edhe rrugën tjetër kur vetë prindi kërkon që fëmia për arsye ekonomike apo sociale në pamundësi për kujdes, kërkon që fëmia të sistemohet pranë shërbimit tonë. Është një shtresë e sigurt për të fëmijët që janë jashtë kujdesit prindëror. Mundohena mi siguru ato të drejta që në familje i cënohen. Në shtëpinë e fëmijës 0 deri në 5 vjeç ofrohet trajtim psikosocial, integrim në jetën sociale, shërbim mjekësor, kthim në familje biologjike, si dhe mirërritje dhe kujdes.